Nderuar, fillimisht apo më tregon se çu ndive sot kur e pa FSK-n në këtë gjendje me këto pajisje? Jashtëzakonisht krenar, i privilegjuar, i nderuar edhe një moment i papërshkrueshëm, një moment jashtëzakonisht që na bën çdo qeliz na e bën me qenë ndezur, me qenë vlerësues ndaj Zotit që na mundsoi me prit këtë ditë që sot me pas ushtrinë tonë, ushtarët tonë, gjitha këto pajisjet tona që në çfarëdo momenti që mundet më rreziku shteti jonë, populli jonë, i kemi vëllezërit dhe motrat tona, ushtarët tonë që munden me i dalë ballë edhe me kriju siguri për secilin prej nesh. Po besoj që kjo është një ditë më emocionale për juve, sidomos për juve që keni përjetuar luftë, të marrë parasysh përjetime gjatë asaj periudhe, po edhe para dhe pasaj. Natyrisht, siç e shoh duke biseduar edhe me disa prej policisë ushtarake, ishim duke diskutuar edhe momentin kur ata kanë qenë edhe pjesë e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ishim duke kujtuar së bashku që nga një gjysmë arme kam rri ushtria për një periudhë jo shumë gjatë deri në këto momente me gjitha këto kushte, me gjitha këto pajisje, falë Zotit, dhe pastaj përkushtimit të secilit që ka qenë i përkushtuar në këtë rrugtim. Pra, pavarësisht që kam pas pajisje tepër jo sofistikuara ushtria qëllimtare, mirë po guximi ka qenë i madh të bëj ballë edhe automjeteve si kjo që i kanë poseduar pjesa tjetër kundërshtare, mirë po për shkak përkushtimit, për shkak të guximit dhe zemrës të madhe, sot e kemi këtë ditë, sot e kemi këtë moment që sot e gëzojmë gjithë së bashku. Për fund, sa ndihesh i sigurt kur të sheh FSK-n kaq të mobilizuar, kaq zhvilluar? Falenderoj Zotin që i kemi, natyrisht jo vetëm pajisjet e tyre, por edhe uniforma atyre kur e shohim na jep siguri, na jep rehati, na jep paqe, na bën me u ndi mirë, jo vetëm kur jemi zgjut, mirë po edhe kur bim me fjetë, e dim se kemi ushtrinë tonë që nuk flen, kemi ushtrinë tonë të gatshme në çdo moment që të krijon siguri për secilin prej nesh.